A shpërsohen marrëdhëniet mes administratës Obama dhe Rusisë, ndërsa Washingtoni konfirmoi se do të dëbonte 35 diplomat rus të dyshuar si spion, nuk vonoi edhe përgjigjja e presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Reagimi i parë i Kremlinit, autoritetet ruse vendosën të mbyllin një shkollë anglo-amerikane në Moskë, e frekuentuar edhe nga fëmijët e ambasadës britanike dhe kanadeze. E po ashtu është anuluar hyrja në rezidencën e pushimeve të ambasadës amerikane në kryeqytetin rus. Sanksioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është i qartë. Diplomatët rusë kanë afat 72 orë për të larguar së bashku me familjet e tyre. Kremlini kundërshton akuzën e SBA-ve, sipas të cilave Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të 8 nëntorit. Edhe më herët Rusia ka mohuar çdo përfshirje, por administrata Obama ka qenë e vendosur të vijojë me sanksionet. SBA akuzon se hakerat rusë kanë ndërhyrë në zgjedhjet e nëntorit, duke dëmtuar kandidaten demokrate Hillary Clinton, procesin zgjedhor dhe institucionet demokratike të ekonomisë së parë në botë. Ndërhyrja sipas akuzës ka patur synim favorizimin e Donald Trump. Pjesë e sanksioneve të SBA-s do të jenë edhe 2 haker të njohur rusë të akuzuar se kanë vjedhur $100 milion nga institucionet amerikane. Por pritet të shihet se çfarë do të ndodhë pas 20 janarit, kur presidenti Donald Trump do të vinë në krye të Shtëpisë së Bardhë, duke patur parasysh edhe marrëdhënien që Manjati ka me Rusinë dhe dëshirën e të dyja palëve për të përmirësuar raportet. Vetë Trump është shprehur se javën që vjen do të takohet me inteligjencën ruse për të kuptuar se çfarë po ndodh dhe ky takim do të jetë në interes të vendit sipas tij. Është koha që vendi ynë të shkojë drejt gjërave më të mira dhe më të mëdha, ka shtuar Manjati.